Lutja që duhet ta bëjmë kur vizitojmë varrezat. Kushdo që kalon pranë varrezave apo futet në to, është e pëlqyeshme që të lutet, sepse lutja është mjaft e dobishme. Muslimani preferohet të shkon të viziton varrezat që ato t'ja rikujtojnë vdekjen dhe ahiretin dhe t'i zbutet zemra, mirë po edhe të bën lutje për banorët e varrezave. I dërguari i Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam thot: vizitoni varrezat sepse ato ua përkujtojnë vdekjen. I dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam i vizitonte varrezat brenda kohe, natën apo ditën. I vizitonte dhe ju jepte selam dhe lutej për ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar që kur t'i vizitojmë varrezat të lutemi kështu: Assalamu alaikum ahla ad-diyari min al-mu'minin wal-muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wal-mustaakhirin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun, antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Kjo lutje në gjuhën shqipe do të thotë: paqja qoftë mbi ju, o banor besimtar dhe musliman të këtyre vendeve. Allahu i mëshiroft ata që kanë vdekur para shumë kohësh dhe ata që do të vdesin më vonë. Në dasht Allahu edhe ne do t'ju bashkangjitemi juve. Ju na keni paraprir dhe ne do të vim pas jush. O Allah, mos vo nga shpërblimi i tyre dhe mos na devijo pas vdekjes së tyre. Gjithashtu duhet të dimë se mund të lutemi edhe me lutje të ndryshme tjera. Nuk është patjetër që ta themi vetëm këtë lutje që na e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, por besimtari që viziton varrezat mund të bëj çfarëdo lutje të mirë që dëshiron ai për të vdekurit që janë aty. Lutja mund të bëhet edhe në gjuhën shqipe, nuk është patjetër që ajo të jetë vetëm në gjuhën arabe.